Ky libër ka një veçanti që një pjesë të tij unë e kam përkthyer vetë. E kam lexuar më përpara në origjinal, e kam takuar Ana Kandaraqin, që është një nga psikologët më të njohura në Greqi, dhe më ka pëlqyer shumë mënyra se si ajo prezantoi librin e saj, ajo vetë, në një mjedis me plot 300 vet, në momentin që unë ndesha për herë të parë me këtë libër dhe këtë autore, dhe më duk shumë interesante që këtë libër ta sillim në gjuhën shqipe. Ajo flet me gjuhën e një psikoterapeute në këtë libër, por me një gjuhë të thjeshtuar. Doja t'i qasesha për të mësuar historinë e tij. E dija që në çdo çast rrezikoja ta humbisja. Kjo është një nga mënyrat bazë që ndjekim gjatë psikoterapisë. Të zvogëlojmë qëndresën, t'u japim të kuptojnë që të thyesh nuk është dobësi, por tregon forcë. Ka kapur 10 çështje të ndryshme, 10 case të ndryshëm, 10 histori të ndryshme njerëzore që kanë trokitur në derën e saj dhe që ajo i ka pasur pacient për një periudhë të caktuar kohe. Dhe trajton me shumë dashuri këto 10 çështje, duke na treguar të gjithëve ne çelësin se si mund të zgjidhim problematika të ndryshme në jetë. Duke i lexuar këto histori njerëzore, të cilat i kemi jetuar, përjetuar nuk di sa herë, edhe në vetë, ndoshta të afërmit tanë, ti kupton që kemi të njëjtat problematika si njerëz kudo ku jetojmë, të paktën në Perëndim, dhe kemi po të njëjtat mënyra për t'i zgjidhur ato. Grimca dhe shtigje që u takuan brenda sallës së terapisë, u bashkuan dhe krijuan këto rrugtime, me qëllim të vetëm që kush t'i lexojë të takojë vetveten, ato që ka pranë, fëmijën ose prindin, ato që zgjodhi për të ecur së bashku, apo ato që la pas por e mbart gjithmonë me vete. Në njërë nga këto tregime, në një nga këto case që Ana tregon brenda, flet për një nën e cila është e lidhur kaq shumë me fëmijët e vet, sa nuk i lë ata të rriten. Vazhdon t'i quaj fëmijë të vegjël edhe ndërkohë ata janë 50 vjeçar dhe ajo është mbi 80 vjeç. Në aktivitetin që bëhej në Greqi, kushtuar këtij libri, zyra e marketingut të shtëpisë botuese kishte vendosur rreth e rrotull shprehje të nxjerra nga libri dhe njëri prej tyre thoshte: "Vendosini krah të fluturojnë fëmijëve tuaj. Mos i mbani ata të lidhur mbas vetes, sepse ashtu nuk rriten kur." Kjo është vetëm njëra nga çështjet që ajo trajton brenda, të 10 çështjet janë shumë interesante, shumë njerëzore dhe shumë të bukura për t'u lexuar. Shpesh do të kapni veten duke pyetur kush e ka fajin, mamaja kritike, babai i tërhequr, ishi jo korrekt, aktuali i dorëzuar, mos e bëni. Nuk po kërkojmë fajtorin, kërkojmë të kuptojmë, sepse mirëkuptimi është edhe hapi i parë drejt lehtësimit. Ky është një libër që unë e kam përkthyer me një nga shoqet e mia të ngushta, me Albina Pullën, që është një përkthyese profesioniste, ka përkthyer me 10 libra nga greqishtja deri më sot, por unë doja të bëja një sprov si mund t'ja dilja dhe vetë me këtë gjuhë që e kam shumë për zemër, e kam gjuhën e nënës dhe më pëlqen të eksperimentoj nga një herë për ta sjellë në gjuhën e këtij vendi në cilin u rita dhe e dua jashmase. Me ndihmës të vyer psikologun klinik dhe në të njëjtën kohë me fjalë të thjeshta dhe të qarta, historitë kërkojnë të hyjnë thellë në natyrën njerëzore të komplikuar dhe plot ngjyra. Më 23 maj 1992, një shpërthim tronditi Palermon dhe gjithë Italinë. Gjyqtari Giovanni Falcone, armiku numër 1 i mafias siciliane, u vra me qindra kilogram eksploziv. Roberto Saviano, të cilën shtëpia jonë botuese e ka botuar gjithmonë në të shkuarën, u bë i njohur në Shqipëri me librin e tij Gomorra. Dhe në fakt ky është më i fundit libër i ardhur në Shqip nga Roberto Saviano, edhe është një roman për Giovanni Falconen. Vetëm është kurajo, është titulli i këtij libri, që në fakt është goxha i pasur, është i bazuar 100% tek e vërteta. Natyrisht janë shumë faqe në fakt në fund të këtij libri që dokumentojnë gjithçka shkruhet në këtë roman. Pra çdo ngjarje që përshkruhet në këtë roman, por natyrisht me mënyrën se si Roberto Saviano shkruan, ai shkruan pra me një sfond letrar goxha të spikatur, ai përpiqet në fakt të rrëfejë të gjithë historinë e Giovanni Falcones deri në mbylljen shumë tragjike në 23 maj të vitit 1992, ku një bombë eksplozive nga ato të paimagjinueshme dhe
tepër të fuqishme. Vret i merr jetën Giovanni Falcones, grua së tij Francesca edhe të gjithë eskortës së tij në një nga rrugët e Sicilisë. Në këtë roman të jashtëzakonshëm, Roberto Saviano rindërton udhën e gjatë që çoi drejt atentatit, duke ndjekur hapat e një njeriu që pati guximin të sfidonte oktapodin mafios. Nga rihapja e dosjes antimafia deri te proceset gjyqësore historike, mes dhimbjes për kolegët e rënë dhe çasteve të rralla të jetës së tij private, Falcone ecën përpara me vetdijen e plotë se fundi e pret pas dere. Roberto Saviano ka dashur të tregojë në këtë rrëfim të tij si erdhën ngjarjet, si Giovanni Falcone e menaxhoi luftën e tij kundër mafias, si ishte jeta e tij personale, çfarë ndjente ky njeri dhe ka parë shumë këtë pjesën e anës njerëzore të këtij njeriu që shikoj nga armiq jo vetëm nga ana e mafias, po dhe nga ana e tjetër, nga ana e politikës. Ai lëvizi dhe turbulloi shumë këto ujëra dhe natyrisht që këto nuk ishte si mos cilin një, le të themi, në mos rrëmuj, po edhe një turbullir të jashtëzakonshme. Duke sikur kjo është pjesa e romanit, kjo është pjesa e trillimit, por është kujdesur shumë pra që të tregoj gjithë pjesën e dokumentuar, pra nga i ka marrë të gjitha të dhënat për të ndërtuar dhe për të rindërtuar këtë jetë. Ky është një roman që e dritë në një faqe vendimtare të historisë së Italisë, duke ndriçuar jetën e një njeriu që në kulm të karrierës përjetoi një herazi kulmin e izolimit. Ka arritur të sjellë në fakt një roman që është shumë emocionues, ka brenda shumë ngjarje të politikës që kanë të bëjnë drejt për së drejti me historinë, po ka shumë brenda edhe anën njerëzore. Dashuri, dhimbjet, humbjet, edhe trishtimin mbase të këtij njeriu i cili jetoi me një pasion të jashtëzakonshëm dhe humbi jetën po ashtu, po në këtë mënyrë shumë tragjike në fakt. Dhe pas kësaj dihet që Italia pas vdekjes së Giovanni Falcones ndryshoi komplet perceptimin për mafian edhe për mënyrën se si ajo funksiononte. Giovanni Falcone, vetëm u shkurajo nga Roberto Saviano. Një kafene e hapur ishtas në zemrën e Tiranës së fillim viteve 90. Befas kthehet në shëmbulltyrën më të qartë të shfrytërimit të individit dhe të mbar shoqërisë. Në përpjekje për të shpëtuar shfrytërimit makthsjellës pafund, dy personazhet kryesore të romanit vendosin ta braktisin të veten dhe të kërkojnë shpëtimin te e huaja. Është një tregues që ne si atëherë, por edhe në ditët tona, shkojmë deri aty sa të shpërfytyrojmë ose të dhunojmë edhe ato gjërat të cilat janë të paprekshme ose që duhet të preken, siç është për shembull ikona e Mona Lisës. Mentori niset në udhëtimin e tij fizik drejt një vendi tjetër, kurse Bona niset në udhëtimin e saj shpirtëror, në përpjekje për t'u lidhur me një të huaj. Në fund të udhëtimit, dështojnë të dy dhe munden paq. Romani është një pasqyrë e qartë e çoroditjes së shoqërisë shqiptare të asaj kohe dhe prek një ndër pikat më të dobta të njeriut, të cilit shpesh, në vend që të përballet me vështirësitë, i pëlqen të marrë aratin duke zgjedhur kështu rrugën më të lehtë. Libri dhe në përgjithësi personazhet janë përfaqësues, por nuk janë njerëz që unë i kam njohur ose ku di unë, por janë përfaqësues në një breze dhe të një kohe të caktuar. Po gjithsesi në libri e ruan atë ndjesinë dhe frymën e fillim viteve 90 të Tiranës dhe të sjelljes së njerëzve e kështu me radhë. Kafene Mona Lisa e shesh shfrytërimin si udhtim drejt së vërtetës. Kalbja dhe venitja e shpirtit të njeriut zhndërrohet në një pikpamje filozofike. Vepra synon të çlirojë ndjesinë e asaj që është në të vërtetë, se vetëm përmes takimit të beftë me të vërtetën e trisht të shuarjes si njerëz, na bie ndërmend se cilët jemi ne. Veç kësaj, skamja na shtyn drejt një caku të ri, drejt një pike nga ku njerëzia mund të shihet me një sy ndryshe. Kam parë si simbolin e bukurisë dhe të një gjëje të përkryer. Po që edhe ajo fatkeqësisht në ato rrethana është përfituar. Kjo vepër mëton të shpërfaq jetën një njeriu që të kurret drejt pikës zero, se vetëm nga pika zero fillon dëshira e zjarrt për të jetuar. Takohemi sërish këtë të diel me vargjet e poetit tonë të madh, Miloš Gjergj Nikolla.
ose si që njohim të gjithë, mi gjeni. Këngët e pakënduama. Thellë në vetën tema, flejnë këngët e pakënduama, të cilat ende vuajt as gëzimi si nxori, të cilat flejnë, e presin një ditë ma të lumnuama, me shpërthy, mu këndu pa frikë e pa zori. Thellët në vetën tema, këngët e mja jesin, e unë jam vulkani që flej fashitun. Po kur t'i vi dita, të gjitha ka me i qitu në 1000 gjyra të bukra që nuk vdesin, por a do të vi dita këngët me uzgjua. Apo ndoshta shekujt me ne prap po talën. Jo, se liria filloi me lulëzu edhe e ndjej nga dielli alegorik valën. O këngët që fleni reliktet e mia, që ende s'keni prekun asnjë zemër të huaj. Vetëm unë me ju po kënaqem si fëmia. Unë djepje juaj, ndoshta vori juaj. Dhe vargjet e tjera me titull Lutja. Të lutem, o Perëndi, për një simfoni me tinguj të argjante e akordet artë. Të lutem, o Perëndi, për një simfoni plot dashuni, të nxehtë si tu vasha gjitë kur vlojnë ndjesit. Të lutem, o Perëndi, për një simfoni të dëfrej në lumni, tu përkand në anit bukur të andrimeve të kaltër, ku të fantazmeve buzët më tërheqin zjartë, e më digjen sytë e flakt. Të lutem, o Perëndi, për një simfoni, e kur ma mos të zgjohemi. Me këto vargje të cilat më emocionojnë, ndahemi dhe këtë të diel mirupafshëm.